ditëlindje sot? Sole. Si më qeshe? Mirë mëngjesi, sot është ditëlindja e Soles. E si që shifni, kemi dhe bëri tortën edhe tani do shkojmë ta zgjuajmë të gjithë bashkë duke i kënduar Happy Birthday. Kjo do të shohë vetëm ndërkohë. Pse para të qeshur në ashtu? Ne ç'është Solis? Shumurime për ty. Shumurime për ty. Shumurime për Solej, shumurime për ty. Bravo, Bunte! Amore! O jetë me ti. Ma kush bërë 5 vjeqë sot? Shife këtu, shife këtu. Uno, due, tre! Kush e bëri këta pra? Që të vendi subito? Oh no! Është ofenduar pse bëra pi. Qua, chi è lo Oh no, ja si bie Nathan, kështu po. Sa bukur është. Prapi prishere. Ajde, vëzhgjoni zëm. Kush është? Buongiorno. Hello, më shifni si njeri më në fund, edhe sepse kam këtë gjë në kokë, mos i vini re. Po, jap një të lyer vetes, një sistemi, mu lava, ndjem një njeri, po sikur kam lindur për herë të dytë dukem. Që sepse ajo e përpashmja nuk isha njerëzore, kështu që më duhesh vërtet një dush, të sistemohesh, mos më shifni kështu, por do ta rregulloj gjendjen, do e rregulloj. Dua të provoj të gjën që ju tregohet te vlogu i kaluar, kështu që dua se s'vend të provoj sot, meqense lava flokët, edhe pse sot është vrentur, do bjerë shi, kështu që ka shumë lagështi. Jashtë duket sikur nuk ka rritur dita akoma, sikur është ora 6 të mëngjesit, por në realitet po shkon ora 10. Nuk e di sa do durojnë flokët e mi. Më mbaroi dhe bateria ndërkohë, sepse jam mega profesioniste diet. Gjesti ndërkohë, për Solen në kopësht ishte super mega e gëzuar dhe amore ime nuk çau fare. Pse thash do t'i bjem kuzhinën, do e shofi si lodra, do më thotë jo nuk do të shkojmë në kopësht, po unë i kisha bler tortën të festonte bashkë me shokët e klasës, kështu që i thash amore, po
Shko në shkollë, lej festën edhe me shokët, sepse ke një fest në shtëpi, tani do festosh me shokët e me shoqet, edhe të martën që vjen, sole do e bëj në McDonald's bashkë me kushurinë dhe me 5 shokë të klasës, sepse ti marrë të gjitha një 20 vete sa janë aty, nuk mund t'ja dilja, që them të drejtën tani. Edhe më tha, okay, na që bëj 5 vjeçë do zgjidh 5 shokët e mi, i thash bravo, ndërsa sonte do e nxjerrim besoj diku të ham tek në një restorant që i pëlqen, që ta festojnë të gjithë së bashku. Edhe donja të shkonja edhe t'i blinja një dhuratë që janë çismet, nuk ka çisme dimri, edhe se sa t'i blej një lodër, që sa do i duhet në fund të ditës. Thash, okay, po blej diçka që duhet edhe e lam dakord me gestin që t'i blej çisme. Po ju mbyll sepse s'kam as shumë vend në kamera, as shumë bateri, as të gjitha s'kam. Kështu që po e ha përsëri sa të bëm pa gati, do të rregullojmë edhe flokët, shohim çfarë do dali. Dukem njëri tjetër me make-upin. Po edhe këtë që po qëse nuk e njihni, besoj gjithë TikTok ka folur për këtë. Është edhe wow nga Color Wow, që duhet që ta hidhni çdo 3 shampo, 2-3 shampo. Unë e holla edhe të shampo e kaluar, por po edhe këtë rast sepse si që thash dita sot është shumë e keqe, shumë me humiditet. Sepse kjo do që të heqë humiditetin nga floku juaj, edhe po qëse i bëni flokët tani, edhe dilni jashtë, nuk ju prish flokët, nuk ju fryen. Okej, kështu që duhet për atë gjë. Edhe unë e vendos kështu, jo të syt mbase, do ishte më mirë. Okej, e vendos kështu, pastaj i kreft. I vendos këtë sepse kam hall gjithmonë që më marrin fëmijët gjerat, po vi stuhi jashtë, nuk e di, unë do dilja të blinja dhuratën e soles, por po vini stuhi jashtë. Let's begin. Sepse po s'filluam, nuk mbaruam. E po s'mbaruam, nuk do vëm kur të gjë. Besoj se nuk jo kisha treguar mirë tek videoja unboxing, sepse kush të lek të tregosh mirë. Ka pjesën kryesore që kjo e bën të punojnë të gjithën, kjo që është kreri kështu, që t'i bëni të drejta, kjo është për të bërë volum, kjo është ajo pjesa që ju than flokët që do e përdor tani që t'i thaj mirë sepse flokët nuk duan shumë të njom. E këto janë dy pjesa që shkon një ndaj një këtej për të bërë kaçurrelat me ajër, kështu që le të fillojmë. Kjo, për mua, besoj se do jetë shpëtim, po funksionon të floku im edhe për kaçurrella, sepse kur shkoj në udhëtim, mund të marr edhe këtë që të thaj flokët edhe fëmijëve, sepse bën shumë ajër. Është si tharësia ime që kam që nuk është professional. Vazhdojmë. Kaluar nga një orë besoj, mua tash me flokët më thënë vetë. Erdhi gesti, erdhi mami, pastaj iku gesti, pastaj dhash pak për të ngranatën dhe të çova në gjumë, kështu që të kemi gjithkohën tonë të qetë. Edhe nuk besoj se të dal tani për të bler dhuratën sole, sepse ora po vetë 1 minutë ca, natën e rri gjumi, bla 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 bla. Po do ta postojmë për më vonë, sepse unë do rregulloj flokët tani, po pastaj do të mbledh gjithë shtëpinë, sepse kemi një super mega unboxing sot. Nuk e them mega sepse janë shumë gjëra bashkë. Është një diçka e madhe, që as mos më besohet që më ka arritur në shtëpinë gjë këtill, por do e shihni. Tani, vendosim të bëjmë këto flok, kështu që mendova ti kref pak me këtë, që ti drejtoj pak, mos ti lë kaq të fryra, se besoj se do jetë pak më mirë. Besoj, nuk e di. Do shohim. Pak më mirë duken tani, më pëlqen sepse edhe kur jam shpejt mund ta përdor këtë gjë. Vetëm me gjatë tani, unë nuk di kush është për majtas djathtësh, nuk e di ta shpjegoj. Okej, do të kap një herë flokët, 1 sekond. Kjo është për këtë anë, okej, kuptoj. Po marrin telefonis. Okej, më marri gesti, por e hapa gabimisht, por doli shumë bukur si herë e parë, sepse kur shef foto në TikTok që bëjnë për 2 sekondë, duron 30 sekonda një video, duket aq e thjesht, do t'i marrësh dorë, por do shohim tani, ta mbarojmë të gjithë kokën. Besoj se do duhet të bëjnë gjysmën e kokës, si mos të rrit ta ndërroj këtë, e pastaj në gjysmën tjetër. Besoj se nga pjesa këtej kuptoj realisht si funksionon. Besoj se është edhe dora me të cilën mund ta bëj më kollaj, është edhe kjo. Tani do ju shpjegoj metodën që po përdor në këtë moment, që më duk më e thjeshtë. Atëherë, ju merrni të gjitha flokët, i mbani në një dorë, kështu që të vazhdoni shpejt e shpejt. Merrni një pjesë të vogël, do të përdorni pak flok, e pastaj nuk do e kapni në fillimi, do e kapni flokun nga këtu. Edhe do bëni kështu. Shihni. E fikni, se më përpara, që një këtu, por jo, do të mbare dhe ti marri vetë flokët, avash avash. Shifri ndryshimin nga pjesa që arritë të kuptoj si funksionon. Shifri sa të bukur, edhe nga pjesa që s'kisha kuptuar si funksionon. Kështu që po provoj edhe një herë ta bëj këtë shpejt, sepse kështu do kem 2 pjesë të ndryshme. Pas gjysorët, ja dolëm. Besoj se është fakti që duhet ja marrësh dorën, sepse si krefje, diem që është krefja ime kjo, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. E di që s'do më durojnë, sepse un kam tipin e flokut
që nuk më duron asnjë krerje asnjëherë. Gjej se sapo kam dalë në perukier. Tani me këto flokë të bukur shkojmë dhe pastrojmë shtëpinë. Edhe pastrojmë rrëmujë. Atëherë erdhi gesti, hangëm shpejt bukë se supën e djeshme hangëm. Nuk është hangëm kush e di se ça ose gourmet andej këtej. Thjesht tani erdhi ora për mega unboxing që ju thash, kështu që bëuni gati. Erdhi porosia. Po. Pak e rënd po. Shife bossi këtu, genius. Si që shifni, po, është një lavatrice për që se dolluat. Le ta hapim se jam super kurioze. Si në ndihmon edhe Nata. Ole. Kjo është pjesa më e bukur, besoj. Tani, një lavatrice të zez e meritoj atë kjo shtëpi, është shumë e bukur. Tere, ka brenda tubin, që ta kolegojmë si të gjitha lavatrice. Është 10 kilshe. Hello nga Albiona e të ardhmes. E thjesht disa pjesë nga unboxing që bëm nuk u regjistruan, pa kazino me klipet që kam filmuar. Kështu që po e ribejmë se kështu është kur je profesioniste si unë. Gabon. Por nëse rëndësi ka që lavatrice është akoma këtu, kështu që mund t'ju tregoj gjërat e kësaj lavatrices. Unë për pak do shkoj të marr solen, kështu që do vëmë edhe ca rroba për të larë. Kur të rikthehemi ose më vonë do ju tregoj pastaj si ka ndalë, që të shikojmë edhe bashkë. Por fillojmë edhe ndezim. Nuk ndizet shumë bukur. Tu ka dozatorin, ku vendosim brenda detersivat e të gjitha. Po ju afroj që të shikoni më mirë, nuk ka rëndësi të më shifni mua, rëndësi ka të shifni lavatrice. Këto janë të gjitha opcionet që kam. Ka opsionin për mix, që është ajo që përdor më shumë lavatrice ime, sepse nuk rrihet duke thënë ç'a janë ç'as janë. Pastaj ka quick, që është 15 minutëshe. Pambuk, pastaj ka këtu lana që është leshi besoj. Kjo është sanitizer, do të thotë që është për të dezinfektuar, bedding që është për gjërat e krevatit, çarçafet, mbulesat dhe gjërat kështu. Eko për të konsumuar më pak, 20 gradë. Spin, këto dy janë për larjen e lavatrice, doni ta lani pa rroba brenda. Ka dhe opcioni që ju lani me avull, kështu që gjërat që mund të prishen, mund t'i lani me avull në vend se me ujë. Kam harruar t'ju tregoj opcionin kryesor besoj, që është opcioni One Touch Smart Wash. Dhe ju duke shtypur atë buton, lavatricia automatikisht seleksionon programin e duhur për peshën edhe për rrobat që ju keni futur, kështu që përdor edhe aq ujë sa ç'duhet. Nuk keni nevojë të manualisht të seleksiononi programin. Tu mund të ulni edhe të shohni minutat ose temperaturën. Ndërkohë që është në përdorim, ka këtë opcion shumë të mirë për mua që kam fëmijë e për të gjithë ata që kanë fëmijë. Kur është në përdorim lavatrice, ju e mbani shtypur child lock, edhe bllokon lavatricën në mënyrë që fëmia mos ta preki, duke qenë se është touch edhe është më kollaj për fëmijët të shtypin edhe të ndryshojnë opsione. Mos t'ju ndërpresin lavatricën, mua më ndodh shumë shpesh me lavatricet e mia. Brenda ka LED, ka ngjyrë LED blu brenda dhe bet edhe kuqe kur punon pastaj. Ka edhe këtë pjesën që është antimikrotik, kështu që kjo pjesa nuk hiqet si te lavatricet e tjera, kështu që nuk mban të pisët brenda, kështu që është shumë më higjienike në këtë mënyrë. Plus, diçka e mirë e kësaj lavatrices është që ka një opcion A-10%, do të thotë që është një lavatricet me më energy efficient që mund të gjani aty jashtë, kështu që është diçka shumë e mirë, sepse edhe konsumon më pak, që diçka që neve na intereson, dhe mos për që se jeni shumë në familje. Tani, le të fusim ca rroba për të larë, siç e thash që kur ti ki unë të marr solen ato të lajnë ndërkohë të gjitha, edhe do fusë rrobat e bardha. Që janë gjëra më e vështirë besoj, të bardhat, të shohim se do t'i laj. Po lajm peshqirat, çarçafet, kështu që le t'i fusim brenda. Le ta mbyllim. Si opcion do ve koton, temperatura sa thot. Le ta vëm 60, sepse unë pambukun zakonisht e çoj në që çoj pak a shumë. Le të lëm 1:17 sepse është okay si orar, edhe vendosim detersivin. Unë zakonisht ve plur për të bardhët, por tani kam këta, kështu që vendosim këta. Ju tregon aty sa duhet të veni, edhe pak zbutës, edhe play. Lavatrice sa po mbaroj, kështu që le të shohim rezultatin. Atëherë, do t'ju them që ajo centrifuga që kthehesh ishte pak e fortë, që ishte pak e zhurmshme në kjo anë. Ndërsa ajo që kam unë nuk ishte dhe kaq. Le të marrim një bluzë. Okej, ka erë shumë të mirë. Ai zbutës që përdorin shumë e mirë. Shifni se e bardhë. Ka dalë super të bardha dhe super të buta. E gjeni në Amazon, keni edhe një kupon të vogël më duket që mund të keni pak skonto po deshët. Janë edhe ofertat këto ditë më duket në Amazon, për ju që jetoni këtu në Itali, por ata që jetoni në Shqipëri
Nuk e di. Unë po ju le të vlogu, kështu që le të vazhdoj. Mbaruam me unbox dhe gati të dera për të ikur të marrë Sole. Shifni këtë bukulose këtu në ka vesur edhe kapuç. A do babin tani. Marrim edhe çadrat. Të shoh kotilën tonë të bukur. Sorry. Mi që thash që me atë Sprite-in flokët e mi durojnë. Ndërkohë flokët e mi. Nuk e di, besoj se duhet t'i pjastroj para se të bëj atë si tip Dyson, sepse pastaj flokët e mi fryen. Kanë këtë gjë që fryen, sidomos me shi dhe me lagështi, kështu që duhet të provoj një metodë re. Pra bukur dalin bukur, pak janë pak të sistemuar dhe jo si mbaj un bish gjithmonë. Ku do të çoj babi Solen? Marrim dhuratën. Marrim dhuratën. Shohim çfarë do gjejmë, sidomos çfarë do t'i pëlqej Sole, sepse po kishte të drejtë Gesti kur tha, e marrim me vete të zgjedhim çfarë do marri, sepse e dim karakterin e Soles si është si i Gestit. E kështu që zgjedhim ne për atë, pastaj nuk i pëlqen më se donte gjatë. Do të rikthehemi të ndërrojmë. Në darket mbase na çonte sushi. Te Sakura jon, te vendi jon i zemrës, si shkojmë për çdo aveniment të rëndësishëm. Që generacione bukur jemi neve për fëmijët e tanë, besoj. Nuk e di fëmijët e tanë për të tyre çfarë do jenë, për neve për të tanët jemi sipas me generacione më e mirë që ka qenë deri tani, sepse nuk e beson ti. Sepse neve jemi në mes të rriturit pak në varfëri, ose në vështirësi, ose në të gjitha këto. Edhe i dim vlerat e gjërave. Shka ka luvujtjet. Po, them generacioni jote dhe jemi që jemi më distant, po prapë se prapë jemi aty. Kemi përjetuar ata Shqipërinë, vlerën e gjërave të gjitha. Edhe po mundohemi t'ja japim fëmijëve tanë, por me mënyrë pak më easy. Edhe ti plotësojmë të dëshira deri në një pikë. Tha Sole, kur i thash që nuk të kemi bler akoma një dhuratë, tha jo, po kjo është dhurata im, festa. Do me thënë, festa është gjë e bukur, ajo që ndjesia që u çua me gjitha gjërat e... Po, jo plotësimi dëshirës material, sesa plotësimi dëshirës, nuk e di si ta them. Po, gjëja nga zemra që erdhi nga na jon që morëm kohë edhe të lodhur që ishim edhe ja bëmë atë surprizë. Surpriza më tha është ajo që mua më intereson. E tani erdhëm të gjithë bashkë të marrim nga kopshti, do të çojmë për dhuratë, do të çojmë të restoranti vetëm sonte. Këto janë, po. Gjërat materiale ti. Gjërat materiale do lozi 1 orë, 2 orë e do harroj. E pastaj do jam. Rëndësi ka mos të blini vëmendjen e fëmijës tuaj me gjëra materiale, por ti krijoni sa më shumë vlera në këto, familjare, afërsi, ti tregoni që edhe babi dhe mami janë aty për atë. Kjo ka rëndësi në radhë të parë. Koha që neve japim asaj se sa gjëra vlera materiale. E hetsim se jemi vonë. Kush u kthye? Shifni sa bukur i kanë bërë edhe vizatime, gjithë shokët e klasës. Sa e bukur është Sole? Erdhëm te dyqani këpucëve për Solen. Sole vendosi dhe morëm Keli edhe të paktën një zgjedhje të bardha dhe roza dhe jo me në një ngjyrë partikolare. Se mama pëlqenin këto në fakt që nuk kanë markë, por çmimi është pak a shumë një lloj. Sole vetëm këto ishin të buta brenda. Je lumtur? Presin se po bie njëna 1000 zilet e mia që kam. Morëm këpucët e Soles të bukura që ju treguam. Sole tani e lumtur. Neve sa po futim në shtëpi dhe shifni do të ndes dritët se sigurisht natë në ditën e sotme. Nuk e di asun vetë si kam qenë produktive sot edhe me këta kohë. Edhe jam në humor të mirë sidomos. Shifni Sole, akoma s'ka hequr G-boxi edhe direkt e kuzhina. Nuk i kam vënë akoma të gjitha lodra, do ne të dezinfektonja të gjitha, po s'pata kohë, tani atë punë do bëj. Natën e zyri gjumi për fat të mirë në makinë, kështu që do flejna një orë të mirë. E pa sa bukur gjërat. Kisha këto dy, qysh t'i them, këto dy containers. Edhe vendosa t'i çoj këtu poshtë, sepse rrin perfekte, që kur kam shumë rëmuj, për shembull këtu, që t'i mbledh shpejt e shpejt, por mos t'i futur kështu të hedhura, ka shumë lodra, mund të përdori dhe vendin këtu poshtë për t'i futur. Nuk e di po që se ky do jetë vendi përfundimtar, por tani për tani besoj se do ta mbaj këtu në sallon, që kur bëj në një punë ose gatuaj ose ashtu, edhe fëmijët të rrinë të lozin aty, sidomos natën kur Sole është në kopësht. Le të ham picën. Shumë e mirë kjo pica. Plumshin duart. Me çfarë është ajo tja? Me ananas. Ananas. Dhe nuk e lave atë.
Ashtu, nuk I shplajmë në venët, vetëm I Atëre, po ju bëjmë një mini tour sepse organizojmë kuzhinën edhe lam të gjitha. Atëre, këtu kemi pjesën e kafes, kështu që kemi filxhanët e kafes, kapsulat, sepse tani qysh pa kapsula. Tak, marim një kapsul. Top, më ranë 3. Na çon një kap, na bëj një kafe resole, hajde. Sepse këtu kemi makinën e kafes. Hajde. Këtu, guarda. Tak. E ke aty dhe ta lëvizësh, me ço dhe një pjatë. Një pjatë. Grazie, na bëf të mirë. Grazie, qëmë në vend. Prago. Edhe ti kafe? Ja. Po që kur pi kafe ti? Vazhdoj me turin, kemi një moka bjaleti ros. Kemi varur këtu atrecaturët tona, gjarat e kuzhinës. Lava edhe trolejn. Sepse duhet të bëjmë gati valigjën e vogël për të vajtur të kançeve e Klajdi. Klajdi ka qërsajen të javë, kështu që edhe gesi do vej ati për punën e vetë. Edhe do bëjmë një weekend, do shkojmë nesër, do kthehemi të shtunën, vetëm një natë. Kështu që le të bëjmë gati valigjën, do marr këtë për të katërt, se një natë është, nuk është të bëjmë kush e di se çfarë. Si e shtuna, kam gjitha të rroba për të la e për të hekurosur. Kështu që kam pak rroba në dispozicion për të përdorur. Duhet të kuptoj mirë ç'a do vesh, ç'a s'do vesh. Duhet të vesh të gjaketën time këtu, që nuk besoja kam treguar ndonjëherë. Është leoparde, siç ishte trendi këtë vit. Edhe nuk e di, thash të provoj ta vesh. Do gjej bukur. Këta do ta binoj me pantallona të zeza, gjera të gjata, edhe një bluze të bardhë besoj, ose të zeza dhe bluze që mos të bëj shumë gjera kështu, edhe polenin tim, edhe sepse nuk e di po që se do xhiroj nesër apo jo. Do kontrolloj sa I gjatë ka dal ky vlogu, nuk e di se do ke dal, që të kuptoj dhe unë çfarë të bëj. Ditimi është gjithmonë ai jo gjëja që më ndalon pak më shumë sepse do kohë që unë s'kam. Se në darkët ju kam thënë gjithmonë më zë gjumi, jam e sinqert. Nuk ju them, nuk ka rri, nuk më lën fëmijë. Zë gjumi dhe mua, njëri jam. Edhe kjo qen ka për të hekurosur, por le të fillojmë. Besoj se do shkoj të shoh një herë gjërat e fëmijëve. Qa kemi që s'kemi për të marrë, pastaj të tjera. Prova që kisha asciugatriçën, që lavatriçën për të zbrazur edhe të vë tharsën, sepse këtu kam edhe ca rroba të Natanit që do më duhet. Tharsja e rrobave të shpëton jetën, ta dini. Po që se po blini shtëpi, nuk e dini çfarë të bëni, ta mirni, mos ta mirni, unë ju super këshilloj. Unë pastaj shumicën e thaj në tharsë, sepse kështu nuk kam shumë për të hekurosur. Dan. Provova ta vishe tani për... Provova të vishe gjaketën me pantallonat që kishe gjipar, edhe sambat poshtë, edhe çantën e zezë dhe më pëlqen. Diçka ndryshe nga stili im. Orgesi me vonesë. Kam një hall shumë të madh. Kompjuteri thotë që është plot edhe nuk më bën të karikoj klipet. E unë nuk editova të pjesë. Se s'le njeri të editosh. Ndërkohë, tani që erdhi gesti, Nata do të dini që bëhet si midhje, e nuk e la rehat, nuk e la të shkoj në banjë. Po mendoj ta nxjerr mbar këtë kompjuterin edhe una të henën. Këtu jemi. Henën duhet të shkoj te Fastwebi dhe të bëj internet të ri, sepse kam tani një vit që jemi futur brenda, i them Gesti bëjmë Fastwebin, I thot Gesti jo, do bien linën e re me super fibra, super internet. Ka kaluar një vit. Këtu kam edhe gjërat e thonjve. Unë fillova duke bërë thonjë. Më shihni thonjë? Jo. Sepse kush nuk arriti t'i bëj, unë jam në fazën që duhet t'ju flas, t'i them të gjitha. Gati, ole po vesh gjiboksin e saj që ka tani 3 vjet. Edhe I ben, jo e ke çuar gabim, moso. Shife, nuk të ben me amore, viti fundit që mund ta veshësh këtë. Neve arritëm të nisemi, nuk e di se arrin orgesit e gjithmonë me vonesë. Që unë përgatis 2 kalamaj, rregulloj shtëpinë, çoj lavatriçe. Orgesi vjen gjithmonë vonë, niset vonë. To hallë kemi në familje. Si. Për një herë si unë vi... Ma, edhe kur jenë në shtëpi, I bëj unë të gjitha. Përgatis fëmijët, që I vesh këpucët, I ndërroj, I bëj panolinën e çantën. E pastaj arrin e më thot, je gjithmonë vonë, bën gjithmonë vonë. I bëj të gjitha unë. Ai veten ka për të përgatitur, ndonjëherë më thot në minutin e fundit, wow! Ka stila, be! Arrit të më thot, prit të fote 5 minuta në dush. Lej. Nervë. Ankojt edhe për faktin që s'ka rrobat, nuk janë rrobat në vend, ndërkohë neve jemi tani një vit pa dollap.
që e din ku I lën gjërat, po se din ku I gjen. Kush lavdrohet, vetëm lohet. Gjithë mëngjesin që po filmoj. Li mori në përgropa, në përgropa. E di që s'jam vetëm unë, edhe e di që s'është vetëm burrim kështu. E di. Arsyeja më e madhe për ndarjet në mes të çiftet këto gjë. E kuptoj shumë mirë. Ta dish. Kuptoj shumë. Ta dish, jo po ta dish. Çfarë po rrezikon orges? 99% Për këto. Sepse gratë I bëjnë gjitha vetë dhe burrat ankohen. Kanë edhe ashtu gojë për të ankuar. Ma, S'ka çfarë. do të më hapi debat, me hapi Bibel, jo e debat. Do të filmojmë një podcast për këtë, do zjeremi në podcast. Që kam tani 1 muaj që them ta filmojmë. Ta çoj tani 2 vjet, po. Pa punë. Çfarë do flasësh? Këto mohabete. Këto mohabete të thënë njerëzit ja, s'janë kemi vetëm nere. Hajnë edhe këta me njëri tjetrin. Pse? Është e mirë të shohësh në dikë tjetër normalitetin. Ka hangre e hangre. Jo. Në kënë gjitha barabartë. Thot, sa mirë, o hangra dhe këta, o hangra, lere një fare tani, po mendoj sushin, në mendjen time, po flas për këtë gjëra. Hapen edhe këta. Por po mendoj sushin tani, sepse sushi më I mirë se ai, I Sakura, nuk ka. Ose më mirë nuk e kemi zbuluar akoma neve. Nesër jemi vënë dakord me Angelën, jo nesër, për të shtunën në mëngjes ku do të çohemi. Do shkojmë tek një vend që kam zbuluar unë në Modena, afër atyre, ku bëjnë English breakfast, e tipo brunch, me pancakes, me uova, me bacon, me spremuta. Ne jetojmë në Itali, do shkojmë një vend se bëjnë English breakfast. Nuk është më mirë vezët se sa brioshi, më thuaj tani. Kush I hanë ato? Ti. Ti si njefi, unë ti kam... Ore zot, ky ka shpikur vezët, ky e ka krijuar pulën. Një spina kopita ti në Greqi, që kishe ti, I kafe që përlame aty me... Ti les më në film. Unë që më kujtove tani. Do të shkoj në Greqi, 5 minuta rrugë, 5 minuta muhabet. E qa muhabeti? Qa muhabeti? Ma sole, ma ju zuri gjumi. Erdhëm Natan. Erdhë Sole. Tavolinën tonë avanza. Në prunë e në tren, që është kjo kishte tuna. Provoj Sole për që se të pëlqen. Qualcuno a salire a buio cosa crea a letto? È l'ora della nanna. E që mirë. Bravo. Ju fut pjatës e të preferuar. Ishte me karkaleca, po karkaleca tikën të gjithë I hegri. Ishte qërësot. E ndau edhe me vllajën e vet, që po halla shavash të karrige këtu. Unë kam një uri, se ti ke ngrënë zotrot, ka bërë aperitivo me shokët zotrot. Prandaj u vonua. Qesh. Cin, per la nostra pulce. Gëzuar pulce. Cin. Gëzuar. Edhe në cin. Edhe kjo është preferuar. Vete. Më pëlqen që vim këtu një herë në kaq sepse të merret shumë malli për të bërë ardhur këtu. Me për ty. Shumurime për ty. Shumurime për ty. Shumurime për ty. Shumurime për Soleil. Shumurime për ty. Tanti auguri a Sole, tanti auguri a te. Hai visto? Grazie. Auguri. Hangrëm, të gjitha I bëm. U mbushëm sa s'kishte ku shkojmë me, e ikim tani. Kishim sallën private. Me derë mbyllur, kështu që hangëm rahat se Natan shkonte në xhiro dhe loste.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.